Kujtja merrte mendja. Aroma e kësaj bime forcon memorien deri në 75%. Rozmarina është një bimë e cila është vlerësuar dhe shfrytëzuar në shekuj të tërë. Sipas shkencës, është të treguar se rozmarina përmban acid karzonik, i cili lufton dëmet dhe rrezatimet e larta në tru. Gjithashtu mbron acide natyrale dhe mbron qelizat e trupit dhe ADN nga dëmet të ndryshme. Rozmarina ka përbërës që nxisin qelizat e trurit dhe janë përgjegjëse për memorien dhe logjikën e komunikimit me njëra tjetrën. Një studim ka vlerësuar efektet e vajit të rozmarinës duke i ndarë në 66 persona në 2 grupe. Pjesëmarrësit në dhomë që qëndronin me rozmarin pësuan një rritje prej 60 deri në 75% të shanseve për të përmirësuar edhe memorien e tyre. Sipas ulëntuesit Yama McCready, grupi i parë që përfshiu rozmarinën në dietën e tyre patën një performancë më të mirë të kujtesës sesa grupi i dytë i cili nuk e përdori atë.